Përshëndetje, në këtë video të mësojmë për disa shkurtesa se si mund të ndryshojmë pozicionin e formave. Për këtë ushtrim pa marrë këtë katrorin këtu, pa krijoj një tet kështu. Pastaj po klikoj këtu, edhe e zgjedh këtu me 3 që më bëni trekanç, kështu që pa krijoj me CTRL trekançin, e bëj me ngjyrë të verdhë. Pastaj pa marrë këtu tekstin, ojen, edhe vetëm po klikoj këtu edhe po shënoj të titulli edhe po lëvizje parapërsisht kështu vetëm tekstin. Ok, shikoj, i selektoj të gjitha edhe nëse klikoj CTRL Alt edhe ngrej kështu, shikoj kjo e ndryshon prej këtujt bëhet reflect. Shikoj kështu, do thonë CTRL Alt e kam shtypur, shikoni kështu. Shikoni kështu. Do të thonë e ndryshon pozicionin si mënyrë reflektimi. Shikoni. Prap CTRL Alt e kam shtypur. Bëhet si reflektim. Ndërsa nëse shtypit CTRL dhe Shift, shikoni, prap bëhet reflektim po brenda pozicionit të njëjtë. Do të thonë CTRL Shift. Shikoni. Klikoj këtu te kandi, edhe e kam shtypur CTRL edhe Shiftin, do të thonë shikoni. Kjo është një shkurtesë e dobishme sepse në raste të ndryshme na nevojitet edhe bëjmë shumë shpejt këtë reflektim.